Zoti Kurti, ligjin që ka bu me mendimin dhe idenë sovjetike, besoj që janë mobilizuar dhe kalojnë raportin ose sot bëhet betimi. Çka saktësisht prisni me dërgu kryeministri Kurti një dokument ri? Jo, problemi është të koncepti. Këto janë dy shkollat mendimit. Shkolla e mendimit sovjetik dhe shkolla e mendimit anglosakson. Do mendoj se Zoti Kurti, ligjin që ka bu me mendimin dhe idenë sovjetike, ndërkohë që normalisht do duhet që vendi të kishte institucione. Ajo që ka e kam boju, kemi thonë në salon, që është gabim, ligji për qeverinë është gabim, mënyra që konceptojnë sistemin është gabim, dhe krijimi i pozitave vakante është gabim. Ajo që mund të ndodhë sot, që unë mendoj se duhet të ndodhë, është që kalojmë në një fazë të mendimit serioz institucional dhe mendimi serioz institucional në kupton që momentin e dhënies së një betimi tjetër humbet me automatizëm funksioni paraprak. Që do duhet të ishte betimi sot në salon në kuvendit. Por pa aftësia qeverisë dhe mënyra se si e kanë bërë ligjin për qeverinë kanë shkaktuar këtë problem të palogjikshëm, të paarsyeshëm dhe po ligji është aty. Problemi është se ligji është aty. Për te i natën personale, sot s'ka i natë, sot duhet të mendojmë për institucionin. Duhet të mendojmë për shtetin e Kosovës, duhet të mendojmë për vazhdimsinë institucionale. Vazhdimësia institucionale është kritike. Fatkeqësisht, ligjin e kanë bërë ligji i cili krijon vakum. E me këto ligje si me vazhdu përpara? Si me u zhblloku situata që është aktualisht? A me u hedhë edhe një herë në votim raporti? Tash çështja është politike, mendoj se do të hedhet në votim dhe besoj që janë mobilizuar dhe kalojnë raportin ose sot bëhet betimi. Pastaj do zgjedhet kryetari, do zgjedhen trupa tjera, do të përfundohet konsultimi i kuvendit, apo do të fillojë menjëherë procesi i formimit të qeverisë, janë çështje të shumicës numrave. Ajo që është shpërfaq, që është e mirë, të paktën si edukim edhe politik edhe institucional, është që është pa saktësisht që ka problem kolizion mes kushtetues dhe ligjit, që ka problem logjik dhe institucional dhe që duhet kemi aftësi institucionale, llogaridhënie, qytetari, përgjegjësi politike dhe të zgjidhim këtë problem. Pra mendoj që duhet bashkërisht të zgjidhim këtë problem. Zoti Gosha, keni ardhur mbetje që si më shef i S'ka dashur në konsefi do të parlamentar. Pse? Mendoj që kam kryer misionin tim dhe duhet shohim për perspektiva tjera. Mendoj se kam punë më të rëndësishme të bëj.